atje. Kjo është historia që kur nuk mbaron. Drive Me Crazy në Klan Radio dhe KTV. Përshëndetje gjithëve, përshëndetje nga Glami edhe KTV-ja, nga bashkëpunimi jonë më simpatik i ditës. Jemi bashkë edhe sot me një tjetër emision, me një tjetër temë verore, një temë marmallat që me thojnë. Për me diskutu bashkë, pasi kena me dëgjuar dhe këngën e parë, ju prezantoj edhe me kolegun temë më të ri këtu në studio. Jo bashkë i ri, po ka boto kilometra dhe kjo. Dhe më thonë, kështu në... Po çfarë i vë më spajko? Po i bën, i ke bote të kilometra. I kombo kështu i menu i pas në botë. Pa vynë gjose. Po qysho se do më thonë kilometra vis në asfalt, tu i rrugëve të shia. Veç të arëbris në arëbri, jo ma largë. I rrugëve të shia. Si ka ra, po. Jo në për gropa. Jo në për gropa, për ndryshe, po shumica gropave kam fillu me umbyll në Prishtinë. Po bre, veç për rrugën këtu? Asfaltohet rruga, edhe apet me të bokeri gup në shok. Po banka njerë, po tash e ki pak tjerë. Halo, qështë se kanë zbulu bre naj teknologi me borrafsh? Teknologjia, halo, s'ka dojnë a një me borrafsh. Me rona i farë uja, di kur t'bjen shiu mu përzime na i materje që shtu gropa që ajo në mumush. Zdi. Po mos pa i gore, do të më nalë pak në gropë që aty me këshyr me bako i shina të qaponë që serioze. Tre, kur gjo s'ka për vetë se po presim me pas treja për gjatë emisionit, me na tregu edhe në dëgjus thonë, nëse ka pas të shka tre interesant, e të njëjtën ko po presim edhe me na tregu për pjesë ma të ngarkuara ku mund të me qenë këto momente. Njëjti numër ku na thërni për me u përgjish për temën, njëjti numër ju presim edhe me telefonata te juaja në 049978978. E kena një këshill shumë të mirë sot. Vish pak, se Fiona tha sot nuk ka qenë shumë nxehtë. Me temperatura. Po mu sot nuk ka do më thonë që momentalisht në Arbri është 33, çdo ku jena unë te. Që tash. Kështu po thot 30. Po thot ndjehet sikur 28 ndjehet sikur 30. Ma herët ka qenë diku 26, çatëherë kur pedente. Çatëherë kur keqa i nxehti më. Kur e dhone pedente. Jo, seriozisht. Domethënë. Nuk e di a kanë qenë. Po ta goditje nxehtësisë. Ai un prish tash shpimoti na çau 220 u kanë sot. Unë po them kom pas goditje të nxehtësisë, kështu 100%. Po tash çka, qysh e di. Doli flaka. Një këshill shumë simpatike kena për ju që s'keni friza ose frigorifer në përzyre. Hyni në Instagram të une ose të Arsimi, Fiona Gjema Arsim Limani, edhe e keni një video shumë interesant si qysh me ftof ujin në këtë rast rrugovës. Kushte shtëpiake apo kushte zyrës? Unë a ditë deshta me publiku se qysh më u grimu në kushte shtëpiake kur s'ki me i kap me veti. Po dul video shumë e gjatë edhe i lash krejt. Po se i ka rota e gjitho sa në mi bo ato mi përzi do përzimi anë e këne. A për ujë keni letë. Hini në Instagram edhe shikoni se cila është këshilla, se qysh më fresku gjatë verës. Mo definitivisht nuk shtyhet vera pa klimcem. Nuk shtyhet vera, po definitivisht s'bën. Mos harroni me na shkru nuk shtyhet vera pa, edhe të njëjtën kohë me na telefonu për këtë pyetje se është koha tash me dëgju këngën e parë që vjen nga Elgi Doda, nga arta e Emra Bra.
Bo për ditën e sotme, përndryshe jemi drejt për drejt në koha.net, në glamradio.fm, në KTV, në Glam Radio dhe në YouTube. Po, YouTube jemi, qyshor Glam Radio 86, apo subscribe. Eva kuj? Jo, ma vonë se e kom shkaft, jam të erujt, po. Jam të erujt, jam të nëstop të jabo, të e fladit ujë. Mos harroni me shku te Petrol Kompani për juve që të dani derivatet më të mira me çmimet më të mira, derivatet të cilat mundeni me bë më shumë kilometra, mundeni me pa dhe vetë me u vërtetu nëse shkoni me rimbush makine me derivatet e Petrol Kompani. E të njëjtën kohë me u bë pjesë e lojës shpërblyese. Çdo mbushje e veturës në vlerë me më shumë se 10 euro, ti mundesh me u bë pjesë e lojës shpërblyese, qysh me u bë, tregojnë atje, po nëse nuk tregojnë atje, më qysh tregojnë. Çuni paraprakisht se çfarë shpërblime ka në Facebook tek Petrol Kompani. Duket janë dy shpërblime në Paris, mandi ka pushime vetur ka. Po, ajo është premia kryesore, ka udhëtim për verë në Shqipëri, në Paris, këtë durata. Dhe me thonë, një mbushje ose një blerje 10 euro e merr një kupon. Nëse mbush 20 euro, i ki 2 kupona. Nëse mbush 30 euro, 3 kupona. 20 euro, 20 kupon. Për çdo 10 euro nga një kupon e ki ekstra. Më 4 kupona, më zbani. Çfarë telefonata? Alo, përshëndetje. Alo. Hajde Osman, si je? Mirë, faleminderit. Vjen mirë. Tregom, pa çka nuk shtyhet vera. Ose kjo verë që na nisi kështu kogja e nxehtë, u s'di çka kam u bën korrek e ngushtë. Kur ço fladesh? Vella makulora përfundon me dos. Bravo. Bravo. Pa kullore dhe pa dosma. Po. Okej, shumë të mira. Faleminderit shumë. Mundesha. Shëndet e gjithat mirat. Pa kullore dhe më thonë. Nuk shtyhet pa kullore. A pa dosma kish bom u shty. A po thu që pa dosma. E kam edhe një ide për një tim, kena me bo gjatë javës për dosma. O pas ka shku, ane? A është ide e mirë që mu bo dosma të në 40 gradë? Nësë është mrena, dhe me thonë diku në e farë lokali, po pse jo? 400 veta. As një ventilim, as një klim nuk mundet me ti fresku 400 veta do këty. Po na nuk po ju thirum ju vendosma me kanë fresku na po thiri me kolla, i dhe që thujnë me koll. Po tani po kollën për një me? Po ka taj dalë valzoni pak, dini pak fladit, ne jeni mrena, ku me dojnë mu fladit që si del jashtë si me shqelderën e furës, po ishmo. 049-978 vjesht, ndima. Sa dhe? A du të vish verës, apo? Po mdo që ta diasporës se kam fajet. Se tani e morën, ose këta pe marrin usën e po shkojnë deti, se këshes që më kanë ma herët. Jo, bres është ajo. Po diçka ka këtu e fjonë. Diaspora. A shka ku i po vina ata tash, po vina dhe dimret. Po këty nërë s'kanë ardhë. Po këty në tash? Këty në tash nuk e di. Let na përgjigjen, ose për ta vojnë atë temën, let na përgjigjen. Pse s'poj bëni vlla dema dasmat trill në maj, në mars, do të thonë është koha shumë e mirë. 10 orë, 9 orë, jashtë sezonës, keni pak ma lirë, ma freskët. A dikush që e ka menu qështu? Joni qështu e pa ljonë 8 orë, moj men si sot. Hej, këtë dasmën e kimi sa fesh, do me thonë, që është po dhe, do më thonë, tu këty edhe tu shlati. Shkon mirë nga të dera me dollë me shqitë që se, ko ka një farë biznesi. So? Pa i, kur gja 5 euro për dasë për përsa nuk ka kur gja, se po do një me najt aty me flatit. Të dera 5 euro. Po, nëse e përësit një majre të shpija 2 euro. Transporti 5%. Alo, përshëndetje. Okej. Kjo është ajo telefonata e cila do më thonë vish po mundohet me ai prish nervat, po jo s'mundesh. Jo, më çfarë? Go Plus Pia energjike numër 1 në vend e ka kampanjën, po vazhdojmë me kampanjën me i dhurum veturat avatar si në Kosovë ashtu dhe në Shqipni. 8 ka me i dhonë Kosovë, 8 në Shqipëri, një e ka dhurum Kosovë e disakt, kanë me të dhe 7. Nëse do me qenë njëna prej tyne e jotja, ju duheni mu bo pjesë për mes loja goplus.com. Kur te pini Go Plusin nën kapak e kini një kod. Qatë kod e dërgoni të loja Go Plus bashkë me dhonat e juaja personalja me mbjemën alekne, edhe boheni pjesë e lojës shpërblyese. Sa ma shumë kode që dërgoni qaq ma shumë shansën keni për me fitu këtë super vetur. Kështu që kur dëni me pi një pije energjike, merr një Go Plusin edhe boheni pjesë e lojës shpërblyese. Çka po thot komunikacioni? Edhe komunikacioni është ma qetë. Këto pas dite fion, çka ka ndodhur se di, nuk e di. Është ma qetë, po çep ju kallzoj ku janë pak më të ngarkuara pjesë. Pjesa poshtë vetërnikut përshihet me kolon deri tek rrethi duplex. E ngarkuar është pjesa nga bulevardi Bill Clinton deri tek udhkryqi i katedralës. Rruga Luana Radina përshihet me kolonën në drejtim të rrugës UÇK, pra nga një borni tutje. Pjesë tjera nuk ka që janë transportuara e kanë kolona, nëse është e kundërta, ju mundin me na dëshmu duke na dërgu foto. Na thirri dikush ja hapa, edhe më shujtin falë se gabim.
Ku pe din ti me kanë folja? Pa fol me mu? Gabim heq, veç të na gabim së në thyrë. Ku me tit? Se pa ta marrë një përgjigje së të shojna. E ka pas ai numrin aty, e ka thirr pa hiri. Hajt tek shyrma e ka gabim apet. Alo? Përshëndetje. Përshëndetje edhe për ty. Pse thirr e gabim? Përshëndetje. Përshëndetje edhe për ty, kush po na thirr? O, e më habit, më fal. Të përshëndes shumë për qafit, unë kalofsh mirë. E kanë me kry shkollën këtë javë. Po tash Zemrushat. Ka ndosh me thirr mësuesin. Tash për javës tjetër prite. Po thull shona. Ja po shkeshin deti. Por ndyshe po pe vrej që shumë pi dëgjuesve tani un bogati për me shku në për Aden. Ja tash ja kur. Alo. Alo, përshëndetje. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje, kush telefonon? Albeti. Çka ashtu ndodh me telefon kështu? Ku je hi? Mos je ndeti. Ndeti jam. Po shihet, valtin tu ta përplas telefon. Për valje. Po. Kush po na thirr? Kush po na thirr? Alberti me të ricës. Hajde Albert, tregom ti pa çka nuk shtyhet vera sipas teje. Shtyhet vera për kërvejetit. Pa diasporën, po pra. Okej, pa diasporën. Pa diasporën nuk shtyhet vera, e vërtet është. Faleminderit që na ke thirrë. Faleminderit, përshëndesim. Mos u damni. Jo, asnjë. Ton kalofsh mirë. Faleminderit. Jo më lodhesh, ujin e knaftov, kështu që tash në rregull. Më në penal lodh pak, si për ndryshe kur gjë tjetër. Me atë lodhin nxehtë? Am lodhe? Çfarë pyetje? Atë lodh kështu në përgjithësi nxehtë. Ngam. Çfarë gjeni më ka pasimi sot më? Kur të lodhsh ashtu i nxehtë, shkon deri në Suez Diamond Hotel, e ki ato spate mrekullueshme, ndash verë, ndash dimën e ki aty fresk. Edhe mundesh me shku me u knaq, me bo dhe një Japanese head spa, po pedin ata u ishit bjanë kështu. E mësove ma në. Po qysho, dash me mësu. Edhe ka dhe masazha, që ato milen mu. Edhe shkon knaq është tek Suez Diamond Hotel Prishtina në 038 220 për çfarë do rezervimi dhe jo vetëm për këto, po edhe nëse keni fare rezervimi për ndaj salla, aty se i kanë sallat, fare eventi që e përmenëm në Fiona pak më herët. E pas më fresk, është pas në qendër dyqysh. Dhe që në dhoma që ju vjen zet, do më thonë hini s'keni nevojë me dalë hiç. Alo. Pas ka shku. Okej. Anim, mirë. Që më dula. A vetëm një lajm të mirë. Instituti publik po thotë mbroni nga kafshët e nga këta pas kanë dalë instituti kombëtar. Po thotë kujdes. Se kanë dalë shumë gjatë nej, po thotë. Po nuk di a keni marrë kësi kundërhelm Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike, a kush do të mi marrë këto? Se dëgjova që po thotë esni me kujdes, veshuni si duhet e vishemi ju lutëm këto temperaturat e larta, me ndritin kështu shumë që shmo vesh sa ma shkort. Kur veshun puna, tje veshu sigurt. Po qysh mu vesh sigurt? Një rast që e di prej vitit kalu, për këtë gjuar për Vajpera, që ka emre kjo që është ngërmi edhe që është konsideru si ndër më të rrezikshmit, po, e mbajnë mend vitin e kalum, ka qenë një person që është sulmu, është kafshu nga ky qarpën, edhe ka shku në spital, e ka marrë antihelmin, po prap ka fillu me pas simptomat të tjera, domethënë helmimi ka filluar ju shpërndan nëpër organizëm, edhe është dashur me u shtruan në spital edhe ka ndajt aty për disa ditë derisa e ka marrë veten, kështu që edhe pse është antihelmi, po a ka? Prap se ka. Ku ka? Sonë dëgjova që shumë prej është dashur me pas. Shumë prej nëse shkon domethënë në shtëpi të shëndetit, shumicën e shtëpive të shëndetit nuk ka. A është rast emergjent? Besoj që është dashur me shkuën çka në emergjencë në këtë rast, jo që më ka. Ata ide atje. Pret dush me shku. Do më thonë u bo do të me shku diqysh, a? Veshu një si duhet, ju lutem. Gjarpën. Po veshu një si duhet. Edhe në velipoj, po, shikshin dalë. Gjarpnejta? Qka jetë të thonë? I thë isha Andritit mos shka. Alo? Alo, përshëndetje. Përshëndetje edhe për ty. Si në një mirë. Mirë falimderit, ti si e si kalon? Mirë falimderit. Ilme? Por na? A e kinë zetë? Po, mirë, ka shumë. Pa qfar nuk shtyhet vera, Ilme? Se ka dole, po. Pa zheg, pa nëzëtësi. Po qëta pedina, po pa qka nuk shtyhet kështu, se pa... Ti specifikisht, pa qka se shtyhen vera?
Pa shku ndeti. Pa shku ndeti nuk shtyhet vera, o kry, që kjo përgjigja, faleminderit shumë. Me ndërqofri. Hajde kalofsh mire pas një pasdite të mrekullueshme. Faleminderit shumë. Faleminderit. Shtat fundit me thonë heq. Prishtinaticket.net për juve që doni me arë në drejtim të Kosovës nga Gjermania, Zvicra, Slovenia, Suedia, Luksemburgu, Parisi, por edhe për neve që dojna me shku në këto destinacione. I ka çmimet më të mira. Operatori më i madh në aeroportin e Prishtinës po vjen me çmimet më të mira. Pra është Prishtinaticket.net, mundeni me u fut tani edhe me boni rezervim. Ja, telefonata, oj Fion. Alo, përshëndetje, se kesh me lezu zimet e i KSHPK-s për... Alo, përshëndetje. Vesh një qizme se tha trosha, dimnit, tha dilnim bërë. Përshëndetje. Përshëndetje, kush telefonon? Lona nga Prizreni. Hajde, Lona, si e? Mirë, ju si e, si po kaloni? Mirë, super, shumë bukur, jemi këtu të sigurt prej qarprinve. Një mirë, vesh keni kujdes se mundet edhe aty me ju hyna ja. Mos e te proq tash se vish me më shejnë shpe. Apo do me qupi këtu i për emisionet këto as ka ki? Ecin vend shkojnë shpe. Qërë, po thot përveç se mu vesh si duhet, Lon, me gjata që po thot edhe kur levizni në për vende si ngërmi për shambull, me mani shkopcim, edhe nëse ka na i vend kështu që do këtë si i dyshimt me prek pak me shkop. Aja merr menja, du me thonë aty në Fiona e prek me shkop. Ka njerëz do më thonë që të merr Fiona nuk shkon heq. Po të merr rrohën për tyne. Nuk shkon heq në një. Për asfalti. Okej. Në qëto të rrë që kanë shtru këto. Heq atje. Derisa të kryet kjo sezon, adin shtator nuk shkelin ngërmi. Lon, pa çka nuk shtyhet vera? Vera nuk shtyhet pa mërgjimtart. Pa mërgjimtar. Diçka tjetër se e tha, me tha dikush më herët. E tha Alberti. Po nuk shtyhet pa shku ndeti. Ti personalisht, pa çka nuk mundesh me shty verën? Na than pa klim. Nuk mujna me funksionu. Pa deti, pa klim. Okej. Pa bia. Po. Bia të ki të në vitin. Faleminderit, përshëndesim shumë. Amo të verës vinë ma të nxehta, ajo bijat ma hot. Apo kupton? Faleminderit. Ato të jashtit, bijat e jashtit. Bijat e jashtit, që ajo është që i ka më në këtu, jo? Veçanta. Po ato të jashtit, do më thonë kur vinë pak ma të nxehta. A keni ju bijat jashtit? S'kana? Veç të mrenshme, vëllët. Mrenshme, okej. Ngam pra për bijat e mrenshme që kanë me dal jashtë. Nëse dojnë me pas internet në këtë Evropën ku do që dalin, nuk keni nevojë me marrë ISIM. Tash përmes IPCO se keni mundësi me thirr në yll 345 yll 3 thurje, edhe aktivizoni pakon 2 GB. Jo, vish tash e thash mirë. Limoni ta? Më thonë kjo me limoni ka punë s'diqysh. Krejt shok i kam. Në krejt limon. Arsim limonin, yll limonin, zgjim limonin, staj ka shok. Alo, përshëndetje. Shtat fundit. Alo, përshëndetje, Arsen Faiki si gjithmonë për Gjermania. Po Faik si kalon? Mirë, Arsen me juve me knatësi. Qysh e ke pas ditën sot, a keni nxehtë atje? Valloj nxehtë, Arsen 30 temperatura sot do kun që të ku banejo në 30 gradë. Ani mirë, tamam koka, tamam. Sot e mirë, tamam. Po bre, tamam. Faik. Urnars. A ke po temën për çka po flasim? Ju, më tregu të vesh ajo dhe pa çfarë nuk shtyhet vera? Urna? Pa çfarë nuk shtyhet vera? Pa çka s'mundesh me shty verën ti? Pa çka me shty. Pa çka shtyhet vera? Vera pa shkunteti nuk bën, mas pari. E para, na i sen tjetër se e kam thonë. Na i sen tjetër e para, që kam. Vera i kokë në sitë e vetat, vallojnë, Arsen nuk po di. Me po skore shumë shpesh. Po që ashtë të bre delne, nuk shtyhet vera pa dojnë aty pak me bo grill. Me bo grill, vallojnë, Arsen më në këtu bëj grill. Minimumi 2 herë në javë bëj. A më vere si shkon me pjek peshqi për shembull? Jo peshqi. Mos i përmend, hes mos i përmend. Si mos ja përmend, jo se si ti gjort në ky peshqi. A si hana, bani dikush i han? Si ti gjort në ky peshqi ti mos i përmend. Ka këtu, unë e kam një vend këtu Arsen shkojna, është vendi që e buj me qere. Din që e morë me qere, mos vinzon 20-30 copa, ka 2-3 kg konja. Mundesh me pagu për shembull 80 euro ditën. Me nxon për peshkun edhe. Me nxon sa dush. Tash verës mirë edhe perime. Shkajni të fol? Para me me marr grillin edhe perime. Shkajni të fol çka më thon? Për peshqi. Për peshqi, 80 euro. Jo, fion çap më nënte.
Jo, Vera nuk shtyhet. Okej. Faleminderit, vajse, domethën Fiona do më na shtiu mua e ty muçet. Ja. Jo kur pariet. Ruat, a bishe. Ruat. Ja. Asem në ditë morë kaloshin mirë, në mrekullueshme me vërtet. E pas ditës mrekullueshme. Pa i përshëndes shumë. E qyshim sum na adin kur po thonë këta na jo kur, po e qyshim sum na. Kujtetëm. Po ardha atje ka pa. Përveç gjarpnive ndrojmë temë se s'po du më me diskutuar pjesë, ka me nisë faza e dezinsektimit. Koja të ke bo që kanë gufu në për qytet. Po, mërë ato të shpisi kena. Po që. Alo. Nervozon. E nuk zëtë vetë më. Kush telefonon? Mësë nervozon. Ali Lopi. Edhe njerë? Ali Lopi. O, Ali shumë dopt po dëgjohër, që ka o bo kështu? Dëgjohër nëse i kam asi pëtut në vejgjat mere, mësë tut me. Se mësë më tut, nuk të hajna? Mësë tut me sa dhe naturore, një shtog me vjetje merë, i tremo e që del në aty. Ja, vënxor, një të hish atje. Dhe shtu dhe i vitin e kalu më munu me trem edhe me të në spital njëri. Mësë tut, ku gjë. Mësë tut. U kry, stut na më vrisë. Mësë tut, Fiona. U kry. I desë mirë. Gjitha ato, ujë bajgës, verën e mon, edhe... Ani bëjshat planë, unë me shku hiking, me esë në përmalin. Qysh do të më mbrojt për tyne, a dinte, ja kina e teknik? E kuna? Prej Gjordnit. Gjatë mera? Këna në shpe? Gjatë mera, vesh tutën do të me mshelë, me thonë tutë e sikë. Sale, së shlet është me thonë. More mos po i këti para tutës? Ja, unë për vjetin... Jo, për ty se po ta fjoni. Vëllajli me bu me po qëto që pëqesin e për foto. Jemi rritna me gjatë me jemi se janë me kjo shëme. Pol për veti. Kur vjen momenti e sunik. Null pion s'ka pas arpni. Pa qysh s'ka pas, se ke po ty se ka pas. Seriosisht e mojme. Kur e shet që e së resik. Ali, pa qka nuk shtyjet Vera? Përveç arpnive. Vera më spore i përshëndes vetë mire. Faleminderit. Dyta, pa unë të shkënic, e dyta, po e re e lëzonit, pa të shkënic. As njona se mora vesh. E pora qka kese po tupin volt? Boja e lëzonit e reja. A pa boj, okej. E dyta? Edhe boj, edhe ujt bajgërës. Edhe pa ujt bajgërës, okej. Se pak dopt thash po të gjojme se së morëm vesh. Mire Kim. Faleminderit shumë Ali. Gjërat mira. Hajde tuk të përshëndesim. Mos na thirr për shikja sim se sot tema s'është këto. Ja, ko shikja sot po ndokët. Ja, ko shikja së dol për mëngjesit. Antosh është falo. Po, për mëngjesit së dol. A ka ardhu ja? I ka ardhu dhe shtypja. Ja, ko shikja sot. Nëse ka, tush është në tush, nëse ka, se vask është në vask. Veç e ka që letë rjedh ujish aty, se ju ka gjojë së më keni lonë të rridit. Qasja për të krethi Çaklavicës në drejtim të Prishtinës është me kolon në këto momente. Pastaj nga Slatina në drejtim të fshatit Dragoli, nga Slatina e madhe në drejtim të shumë e madhe, në drejtim të fshatit Dragoli është pjesë e ngarkuar me kolon në këto momente. Pjesë të tjera po rruga Gim Ramadani që ka me kolonët të 2 krah dhe rruga Tirana po shihet nga stacioni i trenit deri te kreti prapa stadiumit. Këto janë informatat që kanë arritur sa i përket komunikacionit për ditën e sotme. Përndryshe, në magistralën Prishtinë Feriza në kilometrin e 6 keni Enza Home ku mundeni me shku me gjetë automobilet e mrekullueshme me çmimet më të mira. Përveç mobileve keni edhe shumë aksesor dhe mos harroni atash bedding për dyshekët e mrekullueshëm dhe jastakun që ta ndrej qafën. Alo, përshëndetje. Përshëndetje ci. Përshëndetje edhe për ty, Abedin, si e? Si jeni, a jeni mirë? Mirë, faleminderit, si ke kalute? Mirë. Qysh e ke pas ditën sot? Po, dita mirë, unë kom po gjartënej, shumë ka vo. Edhe te ju atja? Me dori kapi ci. Çka ju të thonë, ti do më thonë nuk e që dul tema për gjartënej. Hajde po folim për gjartënej, roma tema, po. Gjartë për nejt. Të regom s'ki frikë për ty në, ha? Ja, s'kam frikë për tyne, veç me shtag ja uli kryet, edhe i kapi skajt qafe, edhe ata mos kluritit. Edhe rap ndorë, kështu Abedin Kobra. Abedin, pa qka s'shtyhet Vera të regëm t'i leje gjartënin? O, Vera nuk shtyhet pa o rëzit, pa bo grell. Pa, bre, pa marë pak në gjyrë, thuj nuk shtyhet Vera. Jo, bre, pa marë në gjyrë, pa u rëzit, nuk shka Vera. E jo si të kush Abedin shkon e këtheje 2 herë për ditit. Po, s'vrejë. Ma i bardh. Abedin, a rëzit është vish ku shkon deti, a e ki kështu praktike dhe me dollë në shpe?
Ja, edhe shperë rëzitna. Do më thonë edhe në shperë rëzitësh. Okej, po mirë, shumë mirë. A për një javë ditë s'keni, nuk jeni konë këtë, çfarë ngjyre keni marrë sa të mirë? Na, unë jo. Po i përcime, nësë këtu e më konë. Fiona këtu konë, do më thonë Ja, asjona nuk o konë, ajo konë aj tjetëri. Nuk o konë 2 ditë Fiona këtu, edhe veç që ka bo, nuk o ardhë vish kajke, kështë që pëse shkoj kjo kajke. Ja, la shka kajt aja, për na kena kajt për juve. Kaj ata. Po sajtë. Faleminderit shumë, përshëndes. Gjysa shikues, as telefon nuk kanë quë. Hajde të kalzoj mas 2 javë, Abedin. Qëre, neve duheni me na respektu dhe në qatë mënyrë, se na mundemi ka njerë me pos, atin krejt kena, na i farë urgjence, ka njerë edhe pak qef se meritojna, që ashtu po menaj, edhe duheni me na respektu nëse ja besojna emisionin, dikojna, ju duheni me thirë për hatër tonin. Po, ja, duhet me thirë që edhe ka herë dhe mos më bo nervëz. Ja, kush u bëj ke nervëz, mëre? Ka herë njën i bëhet nervëz. Qa jetë të thonë? Okej, hajtë se fjosëm nesër. Faleminderit shumë. Hajde ju përshëndes. Fjosëm nesër në takimin e radhës. Nga vedin, faleminderit. E mos harroni që Venturo Motors, çfarë ishte me thonë? Ishte të rrëj ofertën. Venturo Motors po vazhdon me ofertën nëse e bleni motor deri në 125 kubik. Derivatet i ki falas për krejt vitin. Do me thonë shkon edhe merat Vespën që e pashtot të kaltërtën. Atë për që e kaltërtë atë ashtë, tu kanë drumendja. E kaltërt e qilit. O cilën të shumë në rënë mendja cim. Okej. E merë do me thonë Vespën, nëse të pëlqen Vespa, deri 125 kubik, edhe derivatet falas për krejt vitin. E merë edhe Vespën, edhe derivatet. Qa di ishte me thonë? Zdimër e vërtet ka gjë telefonat të ti. Alo, përshëndetje, harrove. Alo, përshëndetje, Fiona. O, përshëndetje, Gima, si jeni? Mirë, faleminderit, a jeni mirë jo? Mirë, faleminderit shumë. Apelino Andres Shindrejson. Agim, pa qka nuk shtyhet vera? Fiona, unë e jam pak specifik. Hajde, që është të bodojnë edhe na? Me të regut vërtetës, si s'kam porës, s'ka vera, s'ka kërgjër. Bravo. Dush në ardhë në Kosovë, dush ndoshta mi bli biletat, ose me vetur, ose kjo ajo, do me thonë, edhe do në gjep me veti, do ca mira euro. Do lek. Edhe, s'pikunis është pa to. Si t'ki lek, shkon vera bre shpejt, si abitës. Vaj shkon. Unë qështu, unë nështë e kam gabim, po kjo është... Jo gabim heq gabim. Unë me ndemi jam, jo kjo... Let vetët gabimi ëtë, s'ka lidhje. Bravo, Agim, falimderit. Po nështë dikuj si pëlqen, se që e ka pas... Po gjithë mërë se të dhe për vetin, as po flasëm për dikon këtu? Pa, i se dikujna më në të mësë mi pëlqen. Po mësë i pëlqen. Si s'kam parë, s'ka shoshni, s'ka vejë, s'ka kojë, s'ka dimen, ka e dhe i zdo lumë, kur ki pare ka verë, e qënë verën për shpejt, si harrëzë, zikur u kone e shkon vera, e shkon dimre. Agim, përshëndes shumë, falimderit. Jemi me kullu shumë. Hajde të këtu. Përshëndes, po duk një mirë, bra. Falimderit. Branoje, faleminderit shumë. Po, Fiona, nëse s'pe përmeni, hajde. Toyota, vetura Toyota, krejt vetura Toyota janë hibride, shumica, se jo bashkrejt, se kjo është të imenuajnë krejt, po, gjithë qysh kur të bledi të veturën Toyota e lëbë një hibride. Për arsye se konsumon ma pak, i ka 10 vite garancion, edhe në bateriat e veta, se i ka do bateria. Po e keni konsumin për gjysë ma pak, kështu që plus ka fushi, që është shumë rëndësi. Shkoni kështu një Toyota Yaris Cross, Toyota Corolla Cross, për juve që dëni me pas një veturë të mrekullueshme, për me shfrytzu edhe në qytet, edhe në mal, edhe ku të dëni jo, edhe me kalu verën për mrekulli. Autotrade është vendi ku duni me shku, alo? Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje dhe për ty kush për nga telefonat. Edhe njerë emrin të lutna? Sinani nga Prishtina. Ku je o Sinan? Se vëllohen këllon qëtë në që e bërë. Qka tha diçka për Toyota? Ta shkoha me Toyota, halat e unë të ndëgjuaj të folë për Toyota. Po, kesh të folë, kesh të kalzu se visanet mira kalzoj, o Sinano? O kryt, dëgjova. Ku je në Kolon? Në Kolon, Bill Clinton. Ka Kolon, do më thonë Bill Clinton, ja? Jo, komedita, jo, si kur tjera ditë jo qetës. Po, sot ma qetë që ata thash për shërdisëm ka ndodhë prej me nëgjesit me qenë... Po pushimet e kam bodhe, po më do këtë ma pak ka prej diasporës. Nuk ta ka orë diaspora që shkina prit. Ja, ka vak. Ka vak dhe në gosht. Korrekt, gosht, sa mirë bot. O, Sinano. Po, ja. Pas qka s'shkon vera. O, pas qka nuk shtyja. Pa i mbleo dhja dhe botu. Ku i kia i ki krejt këtu adhe do jashtë? Do jashtë, do këtë. Dhe kënja 2-3 për pora, e lajmdojnë edhe për i shqipë të po me tukë.
A i ke thirr ato të jashtit mi bo gati, mi pru mlema? Po din ato procedura që shkojnë. Kur e ki do më thonë që i mledh ti, që i bën Ka korriku kur të vinë. Në korrekt do më thonë i mledh krejt. Sa bia e na bën me dit? Po janë dikon me 8 bonde. Sa? 8 bia. Ka 100 euro, 800 euro, që e në kushajsh? Mi të vogër, të veç e lenojmë të ishi që kema o person, që na plët oka, kom ato kena së ma mirë, që kena mu pa fer në porë, një 3-4 vërë. Do më thonë, një 3 dit aty festosh, një 40 veta po bëjshe? Ato është të foshat dëllore. Okej, bash ishë morë me Fionën, a dhe vish me je me dollë se zvrehëm? Jo. Kërkur s'na vre? Ka zona pak me Fionës tje, kujna ke? Ku kena me ardh? Hajde njëre të ullë në një ofë koshe. Po të që ta po thëmë, ke kujna ke, atë kujna në ofë i gjëmonia dhe u kry. Se cili menon që jena misaferit i kujna, dhe vish vina për shëndesin edhe qaqë. Ishte në aktu në Kosovë shumë shtira. E frëzet këto. Okej. Është ma qëtije dhe do ma i qiko pijat. Me të vërtet, po Sinan, unë po të përshëndes dhe po të falenderoj. Falenderoj për respekt dhe të pas një pasdite të rekullushme. Se këtë sotit jem bo pike 5. Hajde pe morë më ishtë telefonat, tani po shkojnë atë në Albi. Mere dhe po shkojnë deri në Albi, se këna më shku Rubin me zgjedha të nazën. A kjo bëj pa? E posh. Alo, përshëndetje. Alo. Bashkimi. Hajde bashkim. Pesredje jam. Qysh je? Mirë, falimderit jo. Mirë, falimderit, a jenë vetur? Do kam janë zërë fjallët me. Po, vetur jam punë të punu hale, deri ka mas ora 5 dikon, mas 5-ve. Jam shofer, ju për cilë thuja që do të... Falimderit bashkim, falimderit shumë. E pse na ke thirrë visët? Jeni shumë të mirë, në qenë se kum provu so herë, për s'ku mujtë kur. Okej. I shkon kësmet. Falimderit bashkim që na të gjanë. Falimderit edhe ju për mundësit. One dhera nuk shkon parë në Kosovë. Dhe në mësë njerë 2 bëllë spakti. Për mund se ma më rëndësi është, e tjera të nëshim me familje, me shumë, me shëtsnije. Që do kom prit përgjigjen e para, besan? Vera s'kon pa Kosovë. Vera s'kon pa orë në Kosovë, të me thonë. Kur po planifikon me ardhë? Ju të Suedis, kur e keni kur pushimet? Kur kryen shkollat? Po shkollat në kryen thuja krejt, po tash e kena pushimin me perioda, në këtë vete kam periodën e dytë, tash do me tha pejnë 15 korrek kemi lirë, me 18 e kam rezervimin kësmet edhe për Kosovë. Hajde mirë se na vjen, presim e na telefonu edhe këto. Mirë se ju qej, falenderit shumë. Hajde punë të barë. Edhe jeni shumë të mirë. Falimderit bashkim të përshapojna shumë. Falimderit. Hajde se po shkojmë edhe na deri në Albi shpejt e shpejt. Do mu fresku mirë, që e veni kërë. Hajde. Këshilltari juaj financiar që kryen kërkesat tuaja me shpejtësi. TEB, mbështetja e fuqishme për biznese. Kjo është bota për jetimit jetësor. Për jetimin që na ka ofru shumë. Na ka mësu për qysh mu vesh bukur, qysh mu dok tri kur i bojmë dë vjetë, e qysh mu dok serios kur duhet, qysh mi kombinu ngjyrat, e qysh mos me pas komplekse. Na ka pru premierat e filmave në ditën ditë me krejt botën. Në fakt, na ka pru botën Kosovë. Na ka mundësu mos me pas nevojë me kalu kufinin për me bleni setër të mirë. Shkallëve ka më nejt, e lojt ma interesante që ta shilujmë krejt. Na ka kriju shprehje me familje mos mja huq as një vikend. Na ka mësu me bë dhurata speciale. E me kalu kohë kualitative me fëmijë. E me gjetë ushqimin më të mirë e më të freskët në vend. Që besa edhe online me porosit. Me padurim me prit Black Friday në ndorë. E në dhjetor me dhurata me ikzuma dashnit. Shumë qka në kam su. Po ma shumë ti. Na jemi mësu me ta. Albi Mall, gjithmon vendi familje son.
punon për një të ardhme më të mirë. Ne jemi këtu për të të mbështetur dhe shpërblyer. Apliko për kredi personale deri në 50.000 euro pa hipotek. Merr kredit kartel dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar vetur. Banka Raiffeisen. Make it happen. Drive Me Crazy në Klam Radio dhe KTV. Po rikthehemi në 049978 po vazhdojmë po presim telefonatat e juaja edhe për pak minuta jemi së bashku në njëjtin numër mundni më na dërguar edhe informatat e juaja rreth komunikacionit. Paraprakisht duam ju tregu se derivatet më të mira, më cilësore mundni më shku me i marr tek Petrol Kompani. Përveç se keni çmimet më të mira, ju mundni me u bollë pjesë e lojës shpërblyese secili furnizim në vlerë mbi 10 euro, boni pjesë e lojës shpërblyese, kështu që kur shkoni atje me rimbush makinën i thoni po duam u bollë pjesë e lojës shpërblyese. Sa i përket komunikacionit, po shihet e ngarkuar rruga Agim Ramadani nga udhkryqi i Menzës te komuna dhe Ana Sjelltas, rruga Tirana ka kolon për tek rreth i brapa stadiumit, rruga Zagrebi është e ngarkuar nga rreth i brapa stadiumit deri tek shkolla fillore model në këto momente. Për pjesë të tjera për momentin nuk ka të raportuara ose s'kena na foto. Mesazhat që i keni dërguar secili prej juve, kena me i lexuar pjesën e dytë. Hasbe, pa diasporën, mos ma thuj që të fjallën, e di që e ke thonë pra i gore, po nuk kam shef. E vërtet edhe jashtëtoksor, se po misojnë të mesazhe, a mo vish pjesën e dytë ka me lezu, se po pres me na telefonu dhe me na tregua, dhe me talë shumë mikrofonin ty? Falemderit. Okej. Falemderit. Se 5 minuta e ki, 30 sekonda, për 34 Koha fillon tani. Tani, po. U krya, e ke po qyrish po in, koha fillon tani. E nesër është përpjekja e radhës. 34-ta. Okej. Deri në 60 e hajt. Në fjallë të Kristianit po shpresoj munal që Kja qëllon a i dosaneve, interesant. Halo se ka qëllu? Kush? A që i vjen të zësera non, po? Po që ja ka qëllu, dhe me që atonë më thonë e ka morë epitetin e qëllumit. Qëlluesi. Ajo teza e shvesh me tesh atë nonës. Nashta. I ka ordhera dhe në normal. O, i njëti bromëtsim. Alo, përshëndetje, telefonata. Po, përshëndetje. Okej, 049-978-978, mos haroni. Po du mi ju tregu edhe diçka tjetër, një këshill, kështu se përket personave që janë të ushtru ose thjesht dojnë me marrë sasi më të madhe të proteinave në gojën drejt. Zotin e keni për krejt marketet, edhe tash domethënë edhe të freskojnë, edhe janë të shëndetshme, nuk kanë gluten, nuk kanë laktozë, nuk kanë sheqer të shtuar dhe 27 gram protein, kështu që siguroni me konsumu më të mirën e që është zot. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje, kush telefonon? Nin të gjusë nga Prishtina. Nga Prishtina, ku bashkë nga Prishtina? Këto afër, kojshi me juve. Edhe ti kojshia, a ju ka ardhu i? Por që ata tira me të kalzu që nga ka ardhu i. Alo, përshëndetje. Alo. Përshëndetje. Vazhdo se kishit vetë në kodër. Po, vazhda islam, pjesë pas islam, a që rdush. Po, ku je o islam burre? O, që ku jë vëlloj. Vëlloj, fjona mësime me thirë si tash. Dita, unë e vish po ta shef me talizonin pak. Që punë. Shumë ka dorë tjesë të sulfuri. Se që ka bona bre? Pasha zotën i shkollë njoni e vetë një plak. Po, vish pak. E vetë një plak, po që shje bre. Vëlloj, sa pos gruja. Se ata këtë dinat e dhëmë nga që përpara nuk më të shë. Pos me thonë. Po thonë e gruja ka thonë se si ka pas vëmë. Po, e tjetra, për vetë që pra të verë mirë, është kja që a që i ka pari një fyllë, s'ka në dhe ndetë, një shka në ka dush. Bravo bre, ti e në mendimin e agimit, edhe a i tha, kur e ki pare, s'shkon vera pa pare, ta në t'i bën noqësh. Po, pa pare, një fyllë, të shkon ndesi. E ti këtë vetë që shke vendosë islame, i ra fyllit, a me shkundeti? Dyjat i bëjnë. Dyjat ka pak. Dyjat, a fyllit, i kënosh, a shkon ndesi ka pak. Hajde, faleminderit. Faleminderit shumë, kalojmë shpirt. Ilmia ka thonë që xhelozi e morët se ma din që thash, ty thash s'ka nevojë me përshëndet, ka njerë pimorri seriozisht këto sene. Ilmi ju thësha, po ju po thoni jo i mire këne anej. Xhelozi me vërtet është jam xheloz. Nëse Kolona, ku është Kolona? Nga informatat që po arrim për na tregojnë që po vazhdon me qenë e ngarkuar magjistralja Pej Prishtinë saksisht nga Slatina në drejtim të fushë Kosovës deri tek fshati Vragoli është një kolonë gjatë. Çka ka ndodhur atje nuk e di, por po shihet që është pjesë e ngarkuar, po vazhdojmë po arrin informatat, po shpresojmë që s'ka ndodhur ndonjë aksidenti, që ndal policia e ka mbu kolonë.
Pjesë tjetër e ngarkuar është ose na i dosëm, ose a ka petrol aty? Petrolli është fush Kosovë. A? Në fush Kosovë, kur të mjanë këtu qele kanë, deri këtu e kanë mirë. Se deri tash, me çmimet më të lira, po del veç petrolli. Po qele kanë, kur të vinë këtu e kanë rejtë. Tash mos është aty. Ja. Okay. Sa më një më lëshupi atje, është drejt po mbrishe, se ka shtu e menu rrugën. Fion, ndërgjë me vëmendje. Kolon ka udhkryqi i Menzës deri te komuna, po dha na sjellta së Kolon, do të thonë rruga Agim Ramadanit. Okej. Edhe një herë tregoj për rruga, për çato edhe bëhet komunikacion. Kolon është ajo. Rrethi me flamur rrethi i spitalit dha na sjellta së shtëpisë e ngarkuar. E ngarkuar është edhe rruga Tirana për tek rrethi prapa stadiumit Fadil Vokri, vazhdon kolona edhe në rrugën Zagrebi deri tek shkolla fillore model. Pastaj, kolon këto momente ka qasja për tek rrethi i Çaglavicës në drejtim të Prishtinës. Me kolon gjatë kjo pjesë. Qështu janë informatat që kanë arrit, edhe qështu na ju tregojnë krejt juve. Për ndryshe, ju mundeni me pakit emision edhe pas orës 18 në Glam Radio. Do më thonë e keni Glam Radio në YouTube, edhe mundeni me pa. Hajde po e marrim telefonatën e fundit për ditën e sotme. Alo? Okej. Që? Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush na përshëndet? Imria. Imria si e? Mirë, jo. Çka je ka se qëtë? A vetë je qështu? Vetë jam qështu. Okej, se qëshirine ti do më thonë përshëndetje ka dalë, thash mos ju qumë pi gjumit, o Imria? Ja të pushu flat. Flat e ki do më thonë ti aty ku je. Prej kajtë në thirë? Preferizajt, okej. Edhe në nkalimet atje tash po bodo më thonë. Kësha thonë pa shelqen, pa pëstan. Kërkur së na i tha Imrije. Kërkur së na tha. Më thonë nese, na ka thonë dikush mesazha e kumë po. Unë e thash kështu, para emisionit. Edhe mesazha dikush e ka shku. Edhe një e kam, edhe një përgjigje tjetër shumë të mire kam që së thakë. Ama pa shelqen, bre, nuk shkam, bre. Edhe pa shka? Pa bashkëllak, shamull. Pa qka? Pa bashkëllak. Okej, me punu bashkë. Me banë kopsht pak pashe. Okej. Tjetër në isen, Imrije, mështë ka me se jena në fund krejt. Mas i baske përgjigjit e mira, se. Ka me të dhe një. Shka të thamë. Pas peca me vos të tha kur Po qashtu për berime, vera. Pa kredit bes pa përmeni, kërkush me thonë, nuk shtyr dhla vera, nuk shkon vera pa kredit. Me moni mini kredi me shkundeti. Me marrë me shkundeti o i fion. Ato shime, një reme, edhe të qyshtetës ma shpejt pushime. Falimderit Imrije që na kjo thirë. Kaloni mirë të në tonë. Falimderit. E din që ki për shka punan kur të këthejesh. Po normale, të më vlaj, ke marrë parët, hajtë merë dhe që thot. Ja dhe që thot, spekthejnë. Alo. Ja të dera si lojna. Përshëndetje. Alo. Kush telefonon? Qëllunia na pas ka shru, do me thonë për shalqen. Jo, se u këthy vet e po që dera mshela, tu nuk jena këtu jena shkundeti. Jo, këtu jena deri në orën 18, jena në Glam Radio në pjesën e dytë, nëse dëni me në ndjek, me ndëgju mesazhet që i keni shkru. Ju mos harroni me bo ato që duni me bo gjithmonë me ep shumë dashni. Deri nesër pa që plot shëndet. Edhe unë ju përqafoj shumë, faleminderit secilit që keni telefonuar dhe na keni shkruajt për një orë tjetër kena me qenë këtu me juve, më ju tregua edhe për komunikacionin, më tregua edhe për përgjigje sa i përket temës. Faleminderit shumë Jeta Baholli, Hair and Makeup, faleminderit PB Cosmetics. Shihemi nesër.